Christian Shpendi është rikthyer te goli në Serie B italiane, teksa tundi rrjetën mbrëmjen e sotme me fanellën e Cesenës në duelin ndaj Mantovës. Miqt shënuan 2 herë me Roucho dhe Artioli në minutat 17 dhe 25, ndërkohë që bomberi shqiptar ngushtoi shifrat në 1-2 në minutën e 42. 22 vjeçari konfirmoi edhe një herë se është vrastar brenda zonës duke mos falur. Goli i Shpendit i japi rrugë Baraspeshës 2-2 në minutën e 54 pas autogolit të Castellinit, përmbysje e çmendur për bardhëzint me Frabotën që realizoi në minutën e 78. Për sulmuesin shqiptar, ky ishte goli i 6 në 16 javë kampionat, si dhe ka arritur të dhurojë edhe 2 asist. Shpendi rikthehet kështu te goli pas 3 ndeshjesh radhazi pa shënuar.